Shkurtimisht edhe tek dy tema tjera për sa i përket. Do të ndash veti pastaj këtë? Do t'i ndaj vetë. Nore. Po. Dakor. Si ndana, Edi Rama si ndana, ai s'po ndan dot vetat, ai ka nda nda gjëra tjera. O Edi Rama, o njësh, o mret, o sultan, o figurë, o legjend. Edhe ca ditë. Ca ditë thot, nuk e di se çfarë. Po edhe ca ditë. Nuk e di se çfarë do di Engjëlli që është shfaqur prapë tani për të i di dhe vetë. Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë, do t'jeni akoma më mirë tani se ja ku keni dhe zotërinë e nderuar që e keni kërkuar vazhdimisht, se kjo është një sekret që unë ja kam mbajtur të kohë, por ai është koshient për këtë gjë dhe s'ka nevojë që t'ja them unë, se ai e di shumë mirë për atë se çka beson, lufton dhe vazhdon akoma, nuk është tërhequr edhe pse nuk ka qenë, domethënë nuk kemi qenë bashkë në këto transmetimet që kemi pasur her pas here, maraton çdo javë që takoheshim për problemet që ka ngritur Engjëlli, por që ka dhe Shqipëria që deri diku ne po e shohim sot që po marrim për masa tjera dhe po fliten edhe në mediat e tjera, fal ti zotërisë tu, për atë se çka ka bërë dhe se çka ka lëvizur duke besuar çdo ditë në atë se çka bën dhe vepron. Engjëll, përshëndes. Përshëndetje. Kërkoj ndjesë që të marr shumë kohë, por do doja që ta sqaroj për shkak se edhe ne kemi shumë kohë që takohemi. I keran më qaf atyre që të shikojnë kështu me këto fjalit e gjata. Okej, nuk flas më, kështu që fjalë është për Engjëllin. Dy fjalë të vogla, ata që kanë dëshirë të më ndjekin, mund të më ndjekin edhe në faqen time në TikTok, sepse Facebookun, Instagramin dhe Messenger i kanë mbyllur qeveria, partia, pushteti. Imagjino, mbylli TikTokun për gjithë, mbylli Facebookun dhe Messengerin dhe hap TikTokun. Dhe këta zotërinjt kanë një problem shumë të rëndë. Unë do t'i kujtoj publikut shqiptar një fakt shumë domethënës. Në momentin që qeveria shqiptare erdhi në pushtet, kjo e Ramës, domethënë te Rama 1, 2013 gjerën e parë që beri zhduku tëra të gardhet në kryeministri. Dhe kjo ishte një sinjal për të thënë që ne nuk kemi frikë nga populli. Kjo është ajo se çka duan të thonë ato. Po pra, duan të thonë ata, donin të thoshin. Ashtu dhe. Tani po të shikosh të gjitha institucionet janë mbyllur dhe njerëzit lihen qëllimisht për jashtë. Që është shenjë pastër e frikës që pushteti ka marrë nga njerëzit, pse? Sepse nuk përkon me interesat e tij. Kaq që thjesht është. Janë dy çështje të shkurtimisht për mos më rënë shumë gjatë edhe për t'i lodhur ata çka po na ndjekin, por të kuptuar gjithë situatën për sa i përket asaj që po ndodh me Sarkozyn, ish presidentin e Francës që ka marrë një rrugtim shumë misionar, shumë bukur për të mbyllur jetën e tij. Dëgjoj këtu. Sot Edi Rama nuk e di se ku e ka kokën, me kë është. Nëse ju e mbani mend para një 10 vjetësh, 8-9 vjetësh, këtu ka ardhur Carla Bruni, domethënë e shoqja e Sarkozis. Ka ardhur gjasme për të bërë një koncert, po qëllimi i saj ishte që të promovonte apo të kundërshtonte ato që them unë për Sarkozin. Jeni të sigurt për të. Dhe pardje, në mos gaboj, Sarkozy ka filluar vojtjen e dënimit me 5 vjet burg, nga i cili 1 vit është me dënim të rënd, domethënë i mbyllur, komplet i mbyllur. Pa kontakte me të tjerë. Edhe kontaktet me familjen do t'jenë me të vrojtuara, të rralla dhe të vrojtuara. Domethënë me prezencën e rojeve që janë atë. Ashtu. Dhe zotëria akuzohet për korrupsion nga gjykata franceze, ai ka Sa akuzon bie mbi të që është po dënuar? Atëre, ai praktikisht arsye kryesore është që ai ka përdorur fonde të palishme për fushatën elektorale. Kjo ishte arsye kryesore. Po aty ka pastrim parash dhe shumë gjëra të tjera. Dhe historia, që ta kuptoni ju, ka filluar me një akt që në dukje është banal. Këtu ndodh për ditë. Jeni të sigurt, këtu ndodh për ditë. Po kush e futi brenda atë? Se këtu në Shqipëri dëgjojmë shumë ne. Prit se do ta dëgjoni dhe kush e futi brenda. Gjykata franceze, ashtu si gjykata shqiptare, ashtu si prokuroria praktikisht, se çdo gjë fillon nga prokuroria. Ashtu dhe. Apo nga gjykata e hetimit, paraprak, kështu quhet. Kanë pasur një indicje sipas së cilës Nicolas Sarkozy me anën e prokurorit, me anën e avokatit të tij, që ka pas dhe mos gaboj un shok fëminie, ka kërkuar informacion se çfarë hetimesh bënte gjykata kundër tij. Dhe ky është një hap penal. Domethënë, në momentin që gjykata apo prokuroria hapin një hetim, nuk është e thënë që hetimi përfundon që duhet të dënohet personi.
Gjykata, prokuroria bëjnë verifikime. Deri këtu çdo gjë është normale. Por nëse ti ndërhyn, kërkon informacion dhe kjo do të thotë që ti kërkon të manipulosh procesin. Të prishësh procesin. Për më tepër që ai është njëri me jashtëzakonisht shumë pushtet, atëherë gjykata ngriti këtë akuzën tjetër. E pasën krujt vetë domethënë këtë. Po pra, e krujti vetë. Ne gjetë fiku. Dhe gjykata e mbajti 8 muaj në burg, mos gaboj, bëri hetime dhe e liroi prap. Por e liroi me prap, jo me hetim të mbyllur. Derisa të konkretizoj me vendim gjykate. Dhe pastaj vazhdoi historia që ky vazhdonte kundërshtonte në gjykate, në publike, tjera, ai ka sigurisht edhe simpatizantë vet që janë pak. Ai edhe në kohën e tij më të keqe më duket ka marrë 18% të publikut në vitin 2012, që prapë s'është pak, nuk është pak, nuk është shumë, por edhe pak nuk është. Ashtë. Kjo tregon që nuk është se është zerruar. Jo. Po. Kjo është gjithë që ka mbështetje. Dhe ça ka ndodhur praktikisht që njerëzit nuk e dinë, nuk e njohin fare historinë e tij, bile pikërisht kjo është arsyeja që mediat mua nuk më japin kontakt. Këtu nisë gjitha. E gjithë historia ka nisur këtu. Do ta themi sot? Do ta themi, unë ja kam shkruar ambasadë franceze, bile edhe së fundmi, sepse pata rastësinë që takova 3 nga punonjësit e ambasadës dhe ju thash këtu, më thanë më shkruani, më bëni me email dhe ja u bëra me email. Tani ç'a ndodhi? Në vitin 2002 unë shkova te ambasada franceze dhe patëm një pakt. S'po ju i mësiverave, patëm një pakt kur ambasada franceze angazhoi që mua të më jepte lejë qëndrimi në një vend të Europës dhe një punë të siguruar. Do të thënë që unë si emigrant mund të gjej një punë, po nesër i tek aty punëdhënësit po të qafën edhe miqtë. Ndërsa ajo do ishte garant që puna ime do të ishte e siguruar, me vjet do të isha në punë. S'ka rëndësi çfarë pune kishte. Nuk ishte se unë po pretendoja më bëni ministra, apo zëvendës ministra, apo drejtor, apo çfarë doni juve. Thjesht një punë, kaq, të sigurt. Dhe unë ju dhash, ata s'më dhanë. Por pretenduan që unë të isha pjesë e tyre, domethënë që t'ju shërbeja atyre. Thash unë jo, thash unë. Ti more atë që more, mua më jep atë që më ke premtuar dhe ti në punën tënde, unë punën time. Personi me të cilin bëj kjo bisedë brenda mureve të ambasadës franceze, në Piazza Farnese, në Palazzo Farnese, në qendër të Romës, është vetëm 2 hapa larg, 20 metro larg Campo de Fiori, që është një nga zonat më të njohura të Romës. Ishte José Fabiani. José Fabiani është komisar divizioner. A kemi përmendur këtë? Po, e kemi përmendur. Dhe José Fabiani është një nga figurat më të rëndësishme të policisë franceze sot, apo ai sot ka shumë mundësi mund të jetë në pension, me shumë gjasa. Por ajo që duhet theksojmë është se ishte në varësinë direkte të Sarkozis, që në atë kohë ishte i sapo emëruar ministri i brendshëm. Domethënë ishte me 2 varësi, edhe me ministrin e jashtëm, sepse ishte pjesa e ambasadës, domethënë e trupës diplomatike, dhe ministrit brendshëm që ishte në atë kohë Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy ka ardhur vetë në Romë në datën 30 maj në mos gaboj të 2002-shit. Po flasim shumë kohë përpara. Domethënë për shkak të kësaj marrëdhënie unë humba gjithçka praktikisht. Aty filloi. Aty filloi sepse ata kujtonin që unë do jepesha dhe vazhdonin të shtonin presionin, vazhdonin të implikonin njerëz të tjerë, policinë italiane, karabinjerin, bile ata njerëz që më kanë marrë mua dhunshëm në kundërshtim me vendimin e gjykatës nga sheshi i Romës, nga qendra e Romës dhe më kanë prunë në Shqipëri, kanë qenë pikërisht njerëz të ambasadës franceze. Domethënë 3 karabinjerë që bënin shërbimin në ambasadën franceze. Domethënë duket qartë që urdhri vinte direkt prej andej. Dhe pse vinte prej andej, ta dini juve. Dëbimi im nga Italia ka qenë, siç të ju thash, ta theksoj mirë, në kundërshtim të hapur me vendimin e gjykatës. Unë fitova gjyqin. Dhe ç'a bën këta? Me që këta shtonin presionin që të binin dakord me mua dhe të më detyronin të mbyllja gojen, këta vazhduan të shtonin presionin, të implikonin shumë njerëz dhe Nicolas Sarkozy në atë kohë, që bëhet fjalë për vitet 2006-2008, ishte në periudhën që i mbaronte mandati si ministër dhe donte të bëj president. Por donte të bënte president edhe për shkak të kësaj arsyeje.
Është praktik. Po, e kam dëgjuar diku tjetër kjo. Është praktik pune. Se s'ka një lloj. Po, është praktik pune kjo. Sa herë që për shembull dikush rrezikohet dhe ai rrezikon dhe të tjerë, ç'a bëjnë paf e ngrejnë atë për ta marrë mbrojtje. Se s'ka një diçka, domethënë ka një klauzol tek presidenti, pa qenë klauzol si ndoshta mund të ketë tjetër, ndjes ose për ignorancën time në këtë fushë. Ka një klauzol që presidenti pas ka një mundësi ose një aneks le të themi që mund të bëhet një lloj lëvizje që të falet për gabimet që ka bërë ose për një aferë ose ku diun. Flitet për një rast për shembull për presidentin Begaj, që nëse ai tërhiqet nga kjo gjëja për shembull. Shiko, si ç'është diçka e tillë, sikur e dëgjova. Nuk mund të flas me siguri. Bile jo vetëm nuk mund të flas me siguri. Si praktike që thua, por ka edhe një diçka tjetër që brenda ti pastrohesh. Po pra, jo vetëm që unë nuk e di me saktësi se si funksionon një rast i tillë siç po e përmend ti, po domethënë klauzolat që ngrihen për figurat e shtetit janë të ndryshme nga një vend në tjetrin. Po. E kupton? Dhe në Francë dhe në Amerikë presidenti është superpotent. Domethënë ai ka të gjitha forcat e ligjit. Janë veprime që vetëm gjykata kushtetuese i jep poshtë. Dakor? Gjykata e lartë, gjykata kushtetuese. Dhe të mos hylim në imtësira të tilla, Nicolas Sarkozy, domethënë vazhdoi veprimtarinë kur u bë president, vazhdoi veprimtarinë kundër meje, po edhe unë kundër tij. Edhe ti si shteteris. Asnjë. Dhe unë të siguroj që një pjesë e mirë atyre figurave politike që keni parë sot në Shqipëri janë promovuar pikërisht nga francezët. Bile personi i parë i policisë shqiptare që ka dëgjuar nga unë për arsye të ndryshme se s'mund t'i shpjegojmë tani, të futem debate, ka dëgjuar historinë, ka marrë medalje e urdhrit të oficerit të merituar nga ambasada franceze. Është e njëjta histori. Të gjitha ata persona që ndikojnë në një veprim të caktuar, këta ç'a bëjnë? Për të mos i quajtur korrupsion apo për të mos i quajtur një krim çfarëdo, ç'a bëjnë? Tak, i jep një medalje. Tak, e ngrej në detyrë. Ndërkohë që Angeli thotë, ore, filani e qenë bilqeni, se po e themi kështu shqip ne, ata paf. Atëre, do t'ju marrë një rast më konkret të ditës së djeshme, të pardjeshme, sa ka. Është bërë një konferencë këtu, për drejtësinë, ku kanë marrë pjesë Këshilli i Evropës, e kupton? Domethënë organizmat europian dhe ato shqiptar. Po me sa duket ka pasur edhe tuaj të tjerë se ka pasur një farë ndërkombëtarizimi. Dhe personi që ka folur dhe ka ngritur zërin për veprime jo të ligjshme të prokurorëve, domethënë rastet të mos respektimit të ligjit e tjera, e dini kush ka qenë? Evgjeni Bashari. E dini kush është Evgjeni Bashari? Evgjeni Bashari është kreu i domethënë drejtoresha e inspektoriatit të lartë për deklarimin e pasurive dhe konfliktin e interesit. Unë kam kallëzuar atë bashkë me Edi Ramën, Orcian Çelën e tjera, pikërisht sepse ata nuk japin përgjigje. Kanë zhdukur dhe dosjen komplet të aplikimit tim. E kupton? Komplet. 400 faqe tjera, një disketë tjera i kanë zhdukur. Se di ku është policia, se di prokuroria, se di ajo vetë. Dhe kanë bërë dhe kallëzime të tjera atje. Kanë bërë dhe kërkesa për verifikim lidhjesh të tipit nepotik korruptiv. Për shembull, Altini me Angelin ç'a janë me njëri tjetrin? Po e qartë. E kupton? Nëse janë pjesë e një familje tjera dhe Altini ka përfituar, atëre automatikisht ka përfituar dhe Angeli, domethënë është i dyshuar. E kupton? Kështu që ajo si e pasnjëherë përgjigje. Ka mbyllur dhe komunikimin me email. Domethënë imagjinoni një shtet që mburë çdo ditë që çdo gjë këtu po bën namin teknologjia, po. Dhe institucionet qendrore mbyllin komunikimin. Siç bëri namin dhe me aeroportin e Vlorës. Për shembull. Vlora, jugu i Shqipërisë, Vlora jonë, do të ishte një urë lidhëse shumë e rëndësishme për Shqipërinë, që do të zgafllejë Shqipëria nga turistët, nga bumi ekonomik etj, por ajo siç ka na rezultoi, ndodhi që është një grop e madhe që nuk e di atë mbaj përgjegjësi dikush nga këta që ka thënë këto petalet e bukura kaq. Dhe pyetja është ç'a di Angeli për këtë punë apo jo? Normalisht se shtruan se nuk është se flasë edhe ne kemi cek domethënë deri diku në një episod të vetëm për e kemi cek, po tash do ta grysh. Do ta çirrim fare tani.
Angel, si shet e situatën që po diskutohet gjithandej nëpër media për sa përket rastit Behçet Pacollit, aksioneve atje, golave, ku diun çfarë po konsiderojnë domun. Atëre, siç ju thash, ka një praktik të tmerrshme kriminale që ka gryer komplet Europën, jo vetëm Shqipërinë. Jeni të sigurt për këtë. Ka një praktik që thot kështu, për shembull, Angeli ankohet se filani ka vjedhur. Mirë po, nëse ne dënojmë filanin, ai do të paguaj diçka. Dhe natyrisht do të paguaj të dëmtuarit, e ka ligji. A kupton? Mirë po, nëse Angeli merr para, do të ketë fuqi për të na marrë dhe paratë e tjera. Atëherë ç'a bëjmë? E mbrojmë këtë neve. Mirë po, ky në momentin që mbrohet, kërkon të di se ç'a, se pse e mbrojtën, ç'a ndodhi, dhe kur kupton se ç'a ka ndodhur, kërkon haraç. Tani që ti jemi më të qartë për njerëzit. Tash me emra. Se skemën e tregon, e bukur, kjo duket kështu si skem filmash, po është realitet. Në maj qershor të 2021-shit, unë ngrita një kallëzim penal ku mendoja se nëpërmjet një ndërhyrje në komunikimet e mia elektronike, dikush kishte ndërhyrë dhe më kishte vjedhur 50.000 euro. Mreti, ka dalë fix skema që po flitet sot nëpër media, që ky ja ka bëu atij tjetrit, Prit tani, s'kem mbaruar. Tani, personi që më së fundi ka dalë i dyshuar direkt për mua, se në kallëzimin e parë nuk bëra dot të dyshuar. Sepse ishte puna e policisë që të vërtetonte nëse kishte ndërhyrje, kush kishte ndërhyrje, për çfarë arsye tjera. Këto gjëra që ata policë e seksionit shkencor, domethënë të kompjuterëve, i kanë kështu majt gishtave. I kanë lodra fëmijë, si thonë. Po të duan, sigurisht. Tani, në momentin që bëra këtë kallëzimun, shortohet prokuroria dhe ishte Anisa Qelimi. Dëgjojeni mirë se historia është goxha e bukur. Bën në një roman kështu, në një film. E merr Anisa Qelimi, urdhëron oficerin e policisë gjyqësore. Oficeri i policisë gjyqësore ishte Lulzim Budini. Kjo është një tjetër kapitull për të thënë. Dhe i ngarkon atë që të marrin deklaratën time, merr deklaratën time dhe unë i them të nesërmet pas nesërmet, i them oficerit të dhanë një detyrë, je duke bërë në gjë? Jo, më tha mua, ma hoqi dosin prokurorja. Qështë ta hoqi dosin, ma hoqi, më tha mua, s'dikja më tha. Unë tha pres, po më dhanë detyra, tha unë, ashtu. Edhe rastis që takoj prokurorin atë ditë atë nesmen dhe aty në borë dhe i them, shef i them shumë, po ja kështë hequr dosjen oficerit. Pse shtë duhet ju, më tha mua. Qështë më duhet mua edhe shumë me gjendimës më duhet mua. Që fleti dhesh? Nëjse... Shtë duhet ty, Po, pra, shtë duhet ty, troq, fare. Ti si ishe një nga rruga, dhe... Prit. Oke, se edhe ata nga rruga mund futin, po kjo e kishe bërë vetë dosjen. Jo, të tëra, ata më njofin prej vitesh, mos, është se më njofin sot. Edhe? Ti thush palës, të thush që duhet ty. Të interesuaj që duhet ty. Nga rruga, unë. Edhe, thush mua, oke. Nese, pak ditë më vonë, ndodhi një tjetër ndërhyrje. E kupton? Dhe ndërhyrja ka ndodhur në një email që unë i drejtoja Partisë Republikane, Amerikane, e kupton? Dhe kjo ngjarje, siç e shikoni, është viti 2021. Ashtu. Edhe shikoj unë që... Kur ka qenë Behçet Pacolli duke më lënë lek... Prit. Dhe natyrisht emri Behçet Pacollit është pjesë e këtij kallëzimi, pavarësisht se jo si i dyshuar. Dhe kur ndodhi dhe kjo tjetra, e dokumentoj unë dhe i them oficial, bëj me shkrim. Ja bëj me shkrim unë edhe atë. Po, edhe aqoj. Edhe ishte data, më duket diku te 20, 21. Ajo ç'a bëri? Dhe shkresa ishte e datës 16, domethënë kjo ndërhyrja tjetër. Ajo ç'a bëri? E mbylli hetimin, dha mos fillim hetimi dhe e futi datën 14. Domethënë një javë më përpara. Qëllimi që të mos mbere vesh se ishte edhe kjo tjetra brenda. E kupton si? Tani, në atë moment, po në ato ditë, pak më vonë, unë shikoj këtë që Behçet Pacolli mori avionin e Vlorës. Aeroportin. Edhe unë shikoj lidhjet, midis të tjerave shikoj që personi dyshuar na unë, që u bërë pjesë e kallëzimit të dytë, është Theodori Çami. Theodori Çami është përmendur me 10 herë nga mediat
dhe është pjesë e hetimit në SPAK sepse i ka shërbyer dhe Ilir Metës dhe Monika Kryemari në të tilla marifete. E kupton, ai vetë ka kompani të këtyre të trajtimeve elektronike e tjera tjera. Dhe në kallëzimin e dytë unë fus emrat e Thodori Çamit. Kallëzimin e dytë e merr prokuror Leonard Filopati. Pritësh. Vazhdoi historia në Filopati. Po. Gjithë ne delej. Po pra, sepse këta janë persona të zgjedhur, nuk janë persona të shortuar. Janë ata që kanë marrë një herë para, duhet vazhdojnë punën ata. Dhe pjesë e lojës. Po pra, janë pjesë e lojës. Fus emrin e Thodori Çamit, të Belinda Ballukut dhe të Bexhet Paçollit, sepse Belinda Balluku me gjithë të tjerave i ka dhënë Thodori Çamit 194 milion lek shqiptare gjasme për shërbime qeverisë. E kupton ti? Domethënë, dyshimi im është që kur është konstatuar ndërhyrja, jo vetëm që e kanë mbrojtur atë, sepse qëllimi i kësaj ndërhyrje që të miqnin mua këto $50.000 ishin që të miqnin ato $50 milion. Do unë betëm gjithmonë te zeroa. Atëre e kanë shpërblyer këtë praktin. Në vend që ta dënonin e shpërblyen. Dhe ndërkohë edhe Bexhet Paçolli ka hedhur gjop, ka kërkuar ai. E qartë, po si u bë tani kjo që plasi kjo gjë tani që po diskutohet, kemi Bexhet Paçollin tani, rasti po sepse është kallëzuar edhe një sepse është kallëzuar prokurori, është kallëzuar gjyqtarja që në vend që të japin vendim dhe të kërkojnë marrjen e të dhënave, e kupton? Për Bexhet Paçollin dhe për Thodori Çamin, çka kanë bërë? E kanë paraqitur rastin me një nen tjetër, domethënë jo me nenin 192, apo me nenin 143 që është mashtrim kompjuterik 143B, po kanë futur nenin 275 që është telefonata të padëshirueshme, përdorimi i telefonatave në mënyrë abuzive apo të padëshirueshme çfarë do të thosh. Edhe gjykata gjasme brenda ligjit ka dhënë se normal brenda ligjit ashtu duhet ishte, po të ishte i vërtet baza. Ka dhënë vendimin që nuk e japim lejen. Po kush është pas një viti? Kush është kryesori në këtë gjithë Saramonçën kështu? Saramonçën? Po. Ta kam thënë 100 herë Altin Dumani. Mirë, Altin Dumani mund të jetë ai. Jo. Jo më në të midis Paçollit, Ballukut, këtyre emrave të tjerë, turqve, ku diun. Edi Rama. Ky ka bëjë gjithë lojë që ka futur këto loja dy. Po s'bën këto pa atëherë ti çun. Se ky ja futi Paçoll. Për ne takoi Paçollin para sa Pore. Kur mori sa mori qeverinë. Pore. Më thashë boni ministër. Ai shiko këtu, ai nga Kosova. I futi, më fal për shprehjen se të flasim çik kështu populloshe. I futi i shqen mbyllve Arben Ahmetaj kur mori vesh se kisha kallëzuar unë. Si e kena harruar atë momentin që sapo fitoi Rama, që fitoi zgjedhjet i erdhi Paçolli, vren. Unë mendova sa shumë, po kjo nuk për mendimin tim si Altino, si qytetar, njëri i këtij vendi, jo si. Po nuk e kuptonin 100 herë. Edhe një futet brenda në kryeministri, se kjo duket si një anshme, më futi një biznesmen tjetër, dikush tjetër. Si duket Altin kuptoni një gjë. Nuk është kot që unë kërkoj me çdo kusht që mediat të dëgjojnë zërin tim dhe të shikojnë aktet që kam unë, sepse shumë gjëra që... Paçolli që ka futur Rama tani? Ja, është herët akoma, sa ka hymaja vetë. Dale, se Paçolli akoma nuk ka filluar. Ka akoma? Jo, ai... Për mendimin tim, Bexhet Paçolli do të lërë komplet pasurinë dhe do të mbyllet në burg të përjetshëm. Miq, ju përshëndesim pas kemi punë. Dhe ti e di dhe atë pjesën. Ti e di dhe atë pjesën tjetër se kemi folur para një viti neve. Po për rastin që po pra të Liridon Ademit. Pra atë thashëm që aty kemi sqaruar. U thënë që do të kemi episode të tjera. Ai është i dyshuar në atë mes. Ne nuk mund të vërtetojmë nëse me të vërtetë ai ka gisht apo jo, po mungesa e timit e shton dyshimin. Që mos i hallakasim dhe shumë njerëzit, ne do të kemi, përderisa tha Engjëll. Atëherë dalë se kemi mbaruar te Nicolas Sarkozy. Dhe Nicolas Sarkozy, sa për dieni, është si thua sulmuar nga unë, po jo me qëllim që të sulmohet Nicolas Sarkozy. Po që të marr unë të drejtën time dhe të njerëzit të kuptojnë atë gjë. Unë kam bërë kush e di sa herë tentativa në ambasadën franceze, po ambasada franceze ka gjetur dy rrugë. I korrupton ata prokurorët atje, i ngre në detyra, merr njerëz dhe vetë që i përgatit andej i fut këtu, i bën ministra, drejtora, më the tash, dhe ata e kanë më ka pyetur njëri, më tha, "Ore, ty pse s'kan vrarë?" Po e thash, "Nuk kanë ty ata, pse të vrasin mua?"
Shumë e thjeshtë ti çun. Ata kanë pasur komplet shtetin shqiptar në dorë, kanë Edi Ramën, e kupton? Dhe ku t'ja mban atë nga policët që të ngrej gishtin kundër Edi Ramës, apo t'ja mban tek kundër Sarkozis. Qoftë edhe atyre që janë ambasadë franceze, janë mban atyre? Po gjitha ato rëmuje që kanë ndodhur gjatë kësaj kohe, gjithaj mllef popullor që është në Francë, edhe kundër presidentit Macron, vjen pikërisht nga kjo, se Franca vetëm po humbet. Ka humbur ish kolonit, ka humbur peshën diplomatike, figurën morale të presidentit e tjera, ka humbur gjithçka. Dhe duhet të themi një gjë, vetëm gjatë kohës së presidencës së tij, domethënë të Nicolas Sarkozis, Franca ka shtuar domethënë deficitin me 600 miliard euro. Domethënë, unë të siguroj që pjesa kryesore atyre parave të humbura, praktikisht shtesë deficiti, vinë nga gjobvenjet që i beshin Nicolas Sarkozis. Dhe francezët nuk duhet jenë, ata jo vetëm që s'janë budallëngja, po janë edhe një popull jashtëzakonisht aktiv. Ata e din shumë mirë që pushteti i ka tradhtuar. Më saktë, thjesht i ka tradhtuar. Të njëjtin që bëjnë këta, të gjithë. Gjithë, edhe ata që kanë qenë krah. Edhe ata që kanë qenë krah, komplet. Miq, ju përshëndesim, Angel, të falenderoj shumë, ishin 3 tema shumë interesante. 3 thamë ne? E mirë. 3 tema. 3 pas kemi. Më rëndësishmja, jo si këto ndajnë nga njëra tjetrën, është ajo për sa i përket Eni Çobanit, thirrje si ka Angeli për ta mbështetur, që ta bëj sa më publike. Unë do ta vlerësonja nëse ajo bën një deklaratë në media apo përgjigjet publikisht që Angelit nuk i bëj shërbim nëse s'mi e parat. Që edhe unë t'ju them atyre prokurorëve, shiko se përveç kësaj, ju po më mbyllni të tëra kanalet e komunikimit me botën. Megjithatë, unë tash do të bëj një apel direkt, se kjo ishte qëllimi i kësaj video, për shkak të mosveprimeve të qëllimshme të prokurorisë dhe të gjitha institucioneve të tjera duhet të them. Po, nuk kemi hapa para. Atëre hapa para është fakti që, siç e dini, unë kam një vendim të formës prerë në dorë. Vendimi ka vlerën financiare $50 milion plus. Dhe ky vendim është marrë nga të dyja shkallë, domethënë është vendim që duhet të ekzistojë, të ekzekutohet, të regjistrohet dhe ekzekutohet. Tani e fundit, para një jave, prokurori përgjithshëm Orsian Qela, të cilin e kam takuar dhe personalisht, ka dalë në media, ka dalë në konferenca midis prokurorëve dhe ka thënë që është e patolerueshme që prokurorët të vënë në diskutim vendimin e gjykatës së apelit, që do të thotë vendimi i formës prerë. Domethënë, unë i kam bërë përsëri një letër prokurorëve të Tiranës, i kam bërë letër edhe për një takim së bashku midis kryeprokurorit, zëvendësit ti dhe 2 shefa seksioni. Me qëllim, bile u kam kërkuar që në këtë takim ta bëjmë me video, me audio, dhe ti mbetet prokurorisë që në një moment X të çojmë gjykatës të regjistruar. Natyrisht ai takim nuk mund të më jepet mua si person, po ai mund të jepet gjykatës. Dhe është provë për ata, për përgjegjësi që kanë ata vetë. Për mosveprimin. E për shumë çështje të tjera që janë atje. Tani Selbsoria. Para rreth një jave i kam bërë një letër zonjës Eni Çobani. Me LM. Ja kam dërguar me LM, me lajmërim marrje. Në gjuhën postare quhet me LM, lajmërim marrje. Është marrë kjo letër nga zyra e zonjës Çobani. Unë i kam dërguar brenda vetëm vendimin e formës prerë. Për këtë që po sqarohet vendimin e formës prerë. Formës prerë, dhe i kam kërkuar që unë dhe krerët e prokurorisë Tiranës dhe të Spakut, ose përfaqësues të këtyre institucioneve, të vinë atje në sallën e gjyqit. Shihemi në gjyq te Eni Çobani. Ashtu dhe miqtë tuaj kudo ku janë nga Zelanda e Re deri në sepse kokforcia e prokurorëve ka kaluar çdo limit. Domethënë, është e paimagjinueshme që ata njerëz të marrin kaq haptazi veprime kundër gjykatës. Është përmbysje institucionale. Domethënë është një hap antikushtetues i pastër. Ju mendoni tani që një zgjidhje që të ka ardhur në kokë ty është edhe shihemi në gjyq të Eni Çobani.
Po, sepse shkuar deri në pikë një, ndërkohë që nuk përreagon gjithë institucionet që Shqipëria, shqiptarët do të besojnë që ne po e trompetojmë me të madhe kudo nëpër media dhe në botë, në Europë, gjitha ne themi që drejtësia shqiptare. Në fillim do flasim për rastin konkret se nuk ka mbaruar historia. Pasi u muar letra dhe u morë në rekord nga sekretaria e zonjës Çobani personale, më thotë i ke bërë një letër avokates, bile unë në fillim se kuptova shumë mirë, se kuptova dhe shumë mirë avokates, sepse unë i flas gjyqtares, gjyqtare televizive, dhe më thotë mua ke nevojë për takim për një konsulencë dhe zonja do para. Pore. Si para? Do para që të bëj këtë konsulencën me mua, para se të bëj hapat e tjera. Në fakt, kjo përgjigje më ka ardhur ndërkohë që letra nuk ishte hapur. Ishte marrë, por nuk ishte hapur. Të paktën kështu pretendoi. Edhe unë i thash asaj sekretares, dëgjoj çu bëj mirë tashun. Do t'ja japësh në dorë zonjës, sepse unë nuk kam nevojë për avokat. Unë kam në dorë një vendim të formës prerë, ka volur gjykata, nuk kam avokat në këtë mes. Domethënë unë po kërkoj që fakti të bëhet publik, që institucionet, domethënë prokurorit, të jenë të detyruara të ekzekutojnë vendimin. Kaq. Dhe i kam thënë dhe këtë tjetrën, 2 herë se fola prap dje. Ke fol prap? Po kam folur prap dje. E mora unë. Po. Hapi telefonin. Sepse unë vajta te Klan TV dhe ata rojet atje më dhanë këtë numrin e kontaktit. Po që na doli prap kjo. Po kjo ishte. Po pra kjo. Dhe më tha mua, tha, Se është pronare e në Çobani Klanit? Ku di unë? Më tha mua, po, do më thënë vizita për tek, do më që të takosh e në Çobani, duhet takosh me mua. Dhe po s'ke para, mos hajde. Ka që thjesht. Sa para doshin ato? S'ka rëndësi, unë s'kam as i kokër legu. Dhe unë ja thash 3-4 herë, i thash, problemi për mua nuk është të paguaj, sepse unë e quaj normale, që çdo njeri që bën një punë, çdo njeri që bën një punë. Pra ti nuk është si kemi që të qartësojmë edhe me njerëzit që janë krijuar situatë që diskutojnë që jo jeni Çobani me para. Ai është shërbimi i asaj, ne po shkojmë vetë atje dhe ajo ka drejt të paguhet. Ka dy anë. Një si avokate, në rast se unë do të kërkoj ndihmën e një avokati, ajo ka të drejtë marrin para. Pa asnjë diskutim. Ashtu. Dhe por si gjyqtare dhe si përfaqësuese e një rrjeti televiziv kombëtar, pavarësisht se është privat, ajo ka një detyrim të madh moral, sepse unë nuk jam njeriu që kam nevojë për para, unë jam njeriu që e kanë grabitur deri në qindarkën e fundit. Është ndryshe të vjedhësh njeri për shembull ty të vodhën ty makinën, po ti ke shtëpinë, ke gruan, ke punën e tjera etj. Unë s'kam asgjë. As shtëpi, as punë, as para, as miq, as shok të vërtet me fjalë. As njeri si unë në shtëpinë time. Domethënë, rasti nuk është i zakonshëm, është i jashtëzakonshëm. E dyta, një televizion kombëtar e ka për detyrë që të shikoj anomalinë e jashtëzakonshme që prokurorët guxojnë të hidhen kundër gjykatës dhe nuk as regjistrojnë, as ekzekutojnë vendimin e formës prerë, bile prokurori për të 1 milion të herë, po ju them prokuror Leonard Silopati e ka vendin në burg dhe askund tjetër, sepse midis të tjerave ka shkruar shfuqizoi vendimin e gjykatës. Nuk është e pa konceptueshme. E qartë. Tani Angel, dhe që të thash, të them edhe një gjë tjetër shumë të rëndësishme. Konkretisht ke shqiptarë dhe siç ka është mesazhi i thirrja. Mesazhi është ky. Anomalit në Shqipëri janë të jashtëzakonshme dhe ligji nuk është ai që duhet. Marrja e vendimeve në dhomë këshillimi është një akt i patolerueshëm. Pse? Normalisht një gjyqtar mund të merret si një njeri i ndershëm, i moralshëm, që nuk mban anë, domethënë gjykon në mënyrë të drejtë etj. Po fakti është se treçereku i gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë dalë me probleme të rënda. Ashtu dhe. Dhe shumë prej tyre janë në përhetime, janë përjashtuar fare etj. Domethënë në një gjendje të tillë si mund të besohet që një njeri mbyllur në një dhomë atje mund të marrë një vendim të drejtë. Është domosdoshme që palët të jenë aty, që gjithçka të regjistrohet dhe që publiku në X moment, nëse lind nevoja të marrë dieni. Dhe veprimet e prokurorëve janë me të vërtetë të dhunshme. Domethënë të dhunshme deri në atë pikë sa intoleranca e tyre është pastërtisht kriminale. Dhe kjo ishte arsye pse unë kërkoj të dal atje para e Çobanit,
në prani të njerëzve, në një televizion kombëtar që njerëzit sa më publike gjë, sa më transparente për njerëz. Dhe që të jenë transparente. Ata zotërinjt atje, nëse vinë aty le të më japin mua përgjigje publike. Do të vinë ato e gjithë atje. Pra si ti ke provuar gjitha forma. Atëre kuptoni një gjë, që mua s'më intereson fare vinë ata apo s'vinë, ata praktikisht ty të refuzuan. Po, e sakt, po, e kemi thënë. Ti ju bëre kërkesë atyre dhe ata refuzuan. Atëre ata nëse refuzuan mos individ ose si altin. Atëre imagjinoni çfarë thot ligji. Nëse jeni çobani që aty ka funksionin e një gjyqtare dhe flet në publik, ju bën atyre një kërkesë dhe ata s'vin, ata kanë të humbur gjyqin. Ka që thjesht është. Ka diçka këtu. Ka që thjesht është. Nëse ata nuk vin, ligji thot po s'erdhe je i humbur. Ke pasoja. Kaq. Tani thirrja që kemi për shqiptarë për gjithë ata që po na ndjekin, duhet që atëre unë jam shumë i gëzuar, do ta them, për faktin që në rastin e atij avokatit Elbasanit, pavarësisht konjunkturave tjera, publiku reagoi dhe dhoma e avokatëve reagoi. Dhe reagoi edhe mediat reaguan. Është një gjë shumë e mirë. Që nuk e lanë vetëm dhe që të jetë një mesazh për të tjerët. Unë kam përshtypjen që gjykata e Elbasanit bëri një test. Ka dhe një skenar tjetër thotë? Po, ka një skenar tjetër, këtë do ta themi në një situatë tjetër dhe në një moment tjetër, po që të mos i ngatrojmë gjërat dhe mos i ngarkojmë shumë publikun, po unë mendoj që pikërisht gjykata e Elbasanit ka bërë një test ku me dhunën ndaj avokatit ka dashur të japin një mesazh, por që i është kthyer në bumerang. Ka dashur të thotë që këtu sundojmë ne dhe pik, por fakti është që aty sundon ligji. Dhe ligji thotë, gjykatësi dëgjon palët, shikon dokumentacionin, gjykatësi merr vendimin pasi gjykon palët. Palët debatojnë me njëri tjetrin me të drejta të barabarta. Prokurori përfaqëson shtetin, avokati përfaqëson interesin e X-it. Kaq, janë të dy përballë. Gjyqtari nuk e ka të drejtën ti kundërvjet njerit në favor të tjetrit. Po, gjithmonë do të jetë me ligjin. Është akt penal. Është akt penal, është neni 253, domethënë njanshmëria e kodit penal. Dhe një dhe dyta, prokurori është atje për të prur prova. Dhe të kërkoj atë që kërkon sipas ligjit. Unë kërkoj dënimin kaq. Unë kërkoj të sekuestrohet, unë kërkoj të arrestohet apo ku djem ç'a kërkon ai. Të gjitha këto janë të përshkruara më së miri në ligj. Dhe nuk ka absolutisht asnjë arsye që prokurori të kërkojë mas kundër avokatit, dhe avokati e ka plotësisht të drejtë. Në fakt, avokati, pavarësisht se mund të duket një akt jo i ndërtuar mirë, por avokati me atë që ka bërë, që ka thënë që do të kallëzoj penalisht, në fakt e ka paralajmëruar. Se shumë mirë mund të mbyllte gojën, të mblidhte provat dhe t'ia çonte prokurorisë për kallëzim penal. S'kishte fare nevojë ta paralajmëronte. Thjesht ka dashur që të evitoj një situatë tjetër akoma më të ndërlikuar edhe më të jo të mirë me fjalë për prokurorin. Që do kalojmë tani tek përmbledhja e kësaj videos, kësaj situate pra përsa përket vendimit formës prayer dhe thjesht fare kuptoni një gjë të nderuar shqiptar. Kur bëhet fjalë që nuk ekzekutohet një vendim i formës prayer, kur prokurorët hidhen haptazi në sulm kundër gjykatës dhe natyrisht kundër personit që duhet përfitoj, nuk është me all personal. Ka mbaruar alli personal. Këtu kemi një veprim të pastër antikushtetues dhe kriminal. Dhe nëse e lejoni, ju s'keni absolutisht asnjë lloj mundësie që të kundërveproni me. Ata kërkojnë ta bëjnë ligj, që mund të bëjnë çfarë do i qefi. Ky është qëllimi i tyre. Po bëjnë me ty, do ta bëjnë. Po mund ta bëjnë kur e bëjnë me mua ata për të tjerë. Kështu që kjo është thirrja. Thirrja që i drejtohet Eni Çobanit, që në funksionin e saj jo si avokate, po si gjyqtare, si ndërmjetëse, se ashtu thot ajo, dhe njeri që ka një impakt të madh në publik, të na japin këtë mundësi dhe të zhbllokojmë këtë situatë dhe gjërat të shkojnë në vend, jo për Angjël Lukën, për gjithë Shqipërinë.
sepse do të jetë një mesazh jashtëzakonshëm për prokurorët apo për këtë do tjetër, që nuk mund të veprojnë kundër vendimit të gjykatës. Sepse duhet të dini edhe një gjë. Atje në prokurorinë e Tiranës nxiten parashtur njerëz jo vetëm për dhunë kundër meje, për veprime gjithfarësh, po edhe për përçmime, edhe për përçmim të vendimit. Kanë arritur deri atje se rojet atje, kam bërë kazin penalun, rojet atje më thonë mua, ke vendim ti, domethënë fshi që në gjuhën e ligjit ka dhe një vepër tjetër penale, që është poshtërimi i simboleve të Republikës, sepse po ta shikoni mirë, në çdo vendim ka një fjalë në emër të Republikës. Para se të shkruhet çdo gjë, aty shkruhet në emër të Republikës. Domethënë kush guxon që ti mund ta kundërshtosh. Me hapat e tua ligjore kundërshton. Po nëse ti tallesh, përçmon apo bën vepra të tjera denigruese kundër një vendimi gjyqësor, je i dënueshëm edhe për këtë. Ashtu.